A është normale që të keni djegje të zonës suaj intime pas kontaktit seksual? Nëse djegja është e lehtë, e butë, që zgjat disa momente, është e zakonshme të ndodhë. Nëse përsëritet në mënyrë të vazhdueshme, tregon që fshihen problematika të tjera. Nëse kjo djegje shoqërohet dhe me djegje gjatë urinimit, me aromë të pakëndshme të zonës suaj intime, apo me ndryshim të ngjyrës ose konsistencës së sekrecioneve, kjo do të thotë që fshihen problematika të tjera, si infeksioni mikotik, vaginoza bakteriale apo sëmundje seksualisht të transmetueshme. Zona juaj intime vaginale ka një pH 3.8 deri në 4.5, që është një pH acidik i moderuar, e cila e mbron atë nga shpërthimi qoftë i mykut ose i baktereve. Në rast se ky pH dëmtohet, si në rastin e sipërpërmendur, është shumë e rëndësishme që të dini të përdorni produktet e duhura. Nuk duhen përdorur produkte të cilat janë të parfumuara ose të ashpra me lëkurën, por vetëm ato që ruajnë pH-in natyral fiziologjik të zonës suaj intime. Po flas specifikisht për dy produktet Marvinia, detergjenti Larës dhe kremi Marvinia. Detergjenti është i formuluar me ekstrakte bimore si kamomili, kalendula apo edhe propolisi dhe shërben për të larguar skuqjen, djegjen, irritimin e zonës intime. Kremi nga ana tjetër ka në përmbajtje ekstrakte të kalendulës, të aloe verës dhe shërben për të hidratuar zonën tuaj intime, si dhe për të larguar irritimin apo skuqjen. Fillimisht përdorin detergjenti Larës dhe për një efekt më të mirë kremin Marvinia.